Sot, Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka qëndruar për vizitë zyrtare në komunën e Klinës. Vizitën e tij e ka nisur në fshatin Dolc, ku ndal fillimisht në fabrikën e llamarinës dhe ulluqeve të vëllezërve Hoti. Kjo fabrik numëron mbi 40 punëtorë dhe veprimtarinë e saj e shtrin edhe në eksport jashtë Kosovës, duke përfaqësuar një shembull të zhvillimit të prodhimit vendor dhe punësimit lokal. Më pas Kryeministri Kurti vizitoi qendrën e qytetit të Klinës, ku ndal në një bar kafe dhe u prit nga një numër i madh qytetarësh. Në këtë takim ai mbajti edhe një fjalim, duke falendëruar qytetarët për mikpritjen dhe mbështetjen e vazhdueshme. Dy prej tyre i kam në të dy krahët e mi, Gani Krasniqi dhe Viktor Buzhola, e ta realizojmë një fitore edhe më të madhe se mendon shkurt, ta themelojmë shpejt kuvendin, qeverinë e re për 1 miliard euro për ushtri, 1 miliard euro për prodhimtari, t'ju përkushtohemi nënave, fëmijëve dhe gjithashtu t'ja japim të marrën e të mirën me projekte shumëta Republikës tonë dhe kombit bardh shqiptar. Prej atje kemi dhe më gëtuar, s'kemi në shuhish, bëty edhe të në fundit. I falenderoj gjithë bashkëdhëtorët që kanë ardhur kësaj radhe më herët se zakonisht, po me drejt kanë bu se si vjet viti ri janë nis një 30 më herët. Vizita e kryeministrit në Klinë u përmbyll me një ndalesë dhe një rrogaqepse lokale, ku ai u njoh nga afër me punën dhe sfidat e bizneseve të vogla artizanale.